Policia zbardh dhe dokumenton në kohë të shpejtë djegjen e qëllimshme të automjetit në pronësi të një punonjësi policie. Si pasojë e zjarrit u përfshin nga flakët edhe një automjet tjetër. Identifikohet, kapet dhe ndalohet autori i dyshuar i zjarrvënies. Gjithashtu është dokumentuar me prova ligjore edhe porositësi për djegjen e automjetit i cili ndodhe me mas siguria arrest me burg. Sekuestrohet në cilësinë e provës materiale automjeti me të cilën lëvizte autori i dyshuar. Si rezultat i veprimeve hetimore, intensive dhe profesionale, shërbimet e policisë bën të mundur identifikimi, kapjen dhe ndalimin e shtetasit AM 39 vjeç banues në Vlorë, person me precedent kriminal si autori i dyshuar i zjarrvënies. Nga hetimet rezulton se ky shtetas me datën 14/4/2026 ka djegur automjetin e markës Ford C-Max në pronësi të punonjësit të policisë DP. Si pasojë e përhapjes së flakëve, është përfshirë dhe dëmtuar edhe një automjet tjetër i markës Mercedes-Benz në pronësi të shtetasit RK. Në vijim të veprimeve hetimore, është bërë identifikimi porositësit të dyshuar të kësaj ngjarje shtetasit LH 35 vjeç banues në Vlorë, i cili aktualisht ndodhet në mas siguri arrest në burg. Nga hetimet paraprake dyshohet se kjo ngjarje ka lidhje me një operacion policor të datës 2/4/2026, gjatë të cilit shërbimet e forcës së posaçme Shqiponja, ndër të cilët ishte edhe punonjësi policisë, kanë kapur në flagrancë shtetasin LH pasi kishte thyer masën e sigurisë arrest në shtëpi, të caktuar nga gjykata për veprën penale prodhimi dhe shitja e narkotikëve. Në bashkëpunim me prokurorin vijojnë veprimet hetimore për dokumentimin e plotë të kësaj veprimtarie kriminale dhe për implikimin e personave të tjerë të mundshëm. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Vlorë për veprën penale, shkatrimi i pronës me zjarr e kryer në bashkëpunim.